Ndërkohë receta që do ta përgatisim rekomandohet edhe për fëmijë edhe për të rritur, edhe nuk ka diçka Recetën që përgatisim sot është një recetë që ndikon me mirëmbajtje imunitetit, është mirë mos me ndajt në frigorifer, ma mirë me pas një sirup të tillë ose një smoothie të tillë në frigorifer se sa një sirup. Me pas nevoj me ble sirupin edhe mu smu, e kupton? Kjo, zakonisht problemi ma i madh është se nuk e dim ruajtjen e produkteve. Kjo recetë të cilën e përgatit, është recetë që duhet ta konsumojmë një herë, apo mund ta ruajmë 24 orë për shembull në frigorifer? Jo, muj me rujt deri në 3 ditë në frigorifer, me qëllim nuk kombos asi shumë të madhe, për shkak që muj me pi krejt familja. Tash, kemi një shek, të cilën e kemi kokruja, kemi hek kokrat, e kemi qëru, një limon, xhenxhefil, mjalt edhe ufullmulle. Jon krejt përbërësoj që i kemi ndëgju që xhenxhefili është antiinflamator, dim efektet e xhenxhefilit, mjalta është antibiotik natyral, ufullmullës ndikon tretje, por në momentin që bëhet bashkë me këto, atër është edhe si aditiv natyral për me rujt jetëgjatësinë e produktit edhe normal me rujt vlerat e produktit. Limoni përmban vitamin C, e mos lasim për shegen që veç i tham të gjitha. Ata që kanë problem me tartinën, me lukthin, me voglojmë sasin. E limonit dhe uflës, apo? Jo, sasin e sirupi që e përdore. Sirupi që e përdore. E kuptan? Sasin e smoothie që e përdorem e zvoglojmë. Këto kemi me bu një smoothie të koncentrume, të cilin kemi me rujt në frigorifer dhe kemi me pi me sasia të vogla. Më thonë nuk mund është me pi komplet sepse është një gotë, të më thonë. Po një gotë, po me tret. Me tret me uj. Kjo është nëse kujtohet gjeneratave të ma vjetra, sikur ata longjët e vjetra që kanë qenë trosha që dashme ble, sirupa ju kanë thonë. E u dashme i bo me uj bashkë, me i maru. Me i maru. Sirupat bashkë. Vjen me theksu që muj me pregadit edhe në formë qajit. Me zi, përveç që në këtë ras nëse pregadisim formë qajt, na humbim pak vlerat e vitaminës C që përmban limoni, për me rujt vlerat e vitaminës C, na kemi dasht me pregadit këtë formë. Tash limonin, unë po du me lënë komplet, po në rast që ju pengon, për shembull, nuk mujnë me për të aciditeti, po mundën me vetëm langun e limonit. Ne qesin limon, po në këtë rast në recet mundet me kana vetëm një gjys limonit. Po sa më shumë limon, aq më shumë vitamin C, ta kemë parasysh. Xhenxhefilin në varet, sa mujnë me toleru, e kemi pastru mirë edhe qes komplet kështu. 1-2 pjesë në varet, si pas dëshires. A mund ta teprojmë me përdorim xhenxhefilit, sepse e dim që ka dhe shumë receta që praktikojmë shpe me xhenxhefil, me ujë të ngrad, me i pi për esëll, për mu dopsu, për me hu për reksin, për ashtu, për kështu. Nuk besoj që, për shembull, mundet mu tepru në sasi shumë të madhe. Kupton, nuk ka naj dëm. Realisht, për shkak të aciditetit në lëk, a mu për shkak vlerave, jo. Një lugë e vogël e kafes, në këtë rast e kemi lugën e mesme, e qesë gjys, ufullmulle vetëm për shkak me rritë efektin e komplet përbërse. Qëndron më gjatë nëse e ka dhe ufull, me një fjallë. Po, edhe për vlera ushqyse. Pas kemu gëzu, Lena. Lena, do ju më gëzohet. Lena, mas shumë të gëzohet. E kush punon? Gëzohet. Gëzohet, edhe une që i provoj gëzona. Edhe një gotë uj. Okej. Që tash Saranda vazhdo me plurja. Më gëzu Saranda. Tash one mu pikë paka. Qeku e kam këta. Ja, vazhdaj, Elin, s'po të përzina.
Limonin pastaj a edhem? Limonin. Ja kemi. Mjaltën, fal. Mjaltën është sipas dëshirës. Me mjaltë goja të limonit. Mjalta është sipas dëshirës. Kështë të menduar ajo? Jo. Më fshë është e vërtet linë që shë dhe folë dhe një me men, jo. Në mjaltën e kështë shë. A mund përdorit edhe pa u kullu për ata që se kanë problem shumë? Nëse se kanë problem, po për forat e shegës nuk janë të përshtatshme për mu pi, o fjalla. Përveç nëse qisi me kefer ose me diçka me përgatit me cita, po janë të pa përshtatshme për mu pi. Edhe nuk besoj që mujnë me toleru. Normal këtë rast gjuna që ja hupin sepse edhe... Po, e rëndësishmë është me fitu qatë sirupin që na po dojmë. Po. Qka duhet me theksu që mjalt është mirë ata personat që kanë diabet ose kush dënë për shambull me ngjes, me pi, kjo ndikon edhe në tretje, ndikon edhe si detox për dopsim, nuk ishte mjalt. Më thonë, ato smoothie që i kemi preferu gjatë verës me të gjel bërtat, kjo kish me qenë ideale si detox për me pastru melqin, po normal nuk ishtoj mjalt. Muj me pi për shambull dikon 150 ml, tretun me pjesën tjetër uj, me arrit 500 ml dhe 350 ml uj. Në gjdo dit? Po, gjdo dit, afërsisht një mujtë. është një pije detox që të njëjtën kohë ndihmon edhe me rrit imunitetin, po edhe ndihmon me pastru melqin, ndikon tretje. Po, e qartë. Ndërsa asaj përket mjaltës që i kemi këtu, mund të ashton vetëm ata të cilët edhe nuk i durojnë shumë shijet e tarta, por edhe ata të cilët nuk kanë problem me sheqerin, me diabetin, me të cilët mund të rëndojnë situatën edhe më shumë. Një afton se zgudzoj me vënu më shumë se saronda. Pret pa durem. Veç pak, zështor nuk jam në 7 zonë. Ti nuk pret. Pse s'pe për të kanë setrin, li? S'po bërë mo. Familja jonë poshtohet, sa e lumë të jam që poshtohemi. Edhe me zi po pres me arë një bebosh, këtë në studio me na u përzi pak, me na prej këto produkte. S'ka me të dhe shumë. S'ka me të dhe shumë. Prita që ka më gëzu që to, po apet të gëzu. Vala prej të gëzu shumë, Lenë. Që si gëzimi. Të jenë ato emocionet mja bustarondës goti ma shpejt. Ja, po presim, ne po presim. Në vazhdo t'i gëzohu. Shumë mirë nëzirën vetën a shqiptarë, që e derdhëm ujën e derdhëm kafën. Tash që kjo është afërsisht 150 ml. Po kësaj duhet i shtojmë ujë pastaj? E po, kësaj i shtojmë ujë, edhe kjo është ajo sirupi që na... A bën me pi pa i shtu ujë? Po, mund është me pi edhe pa i shtu ujë, pa problem. Po, mi shtu ujë bëhet ma e shishme faktikisht, është ma e letë si shia. Po. O, sa e mirë. Pse mi shtu ujë? Për shkak me bu edhe më marë sasimat madhe të ujt, nëse i shtojmë edhe ujë e rrisim po, pjetë sasia ma e madhe edhe e longët, këtë ras ndikon edhe të vishkat edhe të hidratimi, që ka vlenë me theksu edhe diçka që harova, është që ndikon të i përmirë edhe të lëkura. Për shkak që i rigeneron edhe qelizat e lëkures. Shku që nëse e pim një eliksir natural të vjeshtës, kemi me të vërtet shumë benefite shëndetësore, si të bukuria, si të shëndeti i branshme, si të imuniteti, dhe më thanë përgjësi. Thjesht ato që e thash të eliksir, natural i vjeshtës, është me një gotë.